nga Mero Baze. Për të mbështetur një fushat politike bazuar mbi një gënjeshtër, është e nevojshme në fillim të ushtrohesh për ta besuar vetë. Është një sprove mundimshme psikologjike. Sali Berisha është më i miri në këtë lloj gare, pasi e ka ushtruar për vite të tëra këtë metodë pas disfatave politike, të radhë i ka thyer të gjitha rekordet. Po provon të ushtrojë veten dhe njerëzit e tij në dy drejtime, në bindjen me lajmet e shpikura vet dhe në bindjen me lajmet e vërteta që i kanë kundër tyre, por që duhet i quajnë sikur i kanë në favor. Ka disa ditë që ka dorëzuar një kërkesë në një sekretari mbledhjesh të partive popullore në Bruksel që të shpallin Shqipërinë narkoshtet, dhe për këtë duhet të ngrihet një mision faktmbledhës. Sekretaria e ka pranuar të regjistrojë kërkesën. Pas kësaj, ka 2 ditë që deklaron se partitë popullore kanë shpallur Shqipërinë narkoshtet. Tani shumica e partive popullore evropiane i kishin kryeministrat e tyre në sheshin Skënderbej në Tiranë, të uruar Edi Ramën për fitoren dhe janë në mbështetje të plotë të Shqipërisë, por kjo nuk ka rëndësi për Berishën. Ai duhet ushtrojë veten që të bindet se fakti që ai ka lënë një letër tek një sekretar në Bruksel, ku i kërkon që Shqipëria të shpallet narkoshtet, është lajm i rëndësishëm. Dhe kjo është betejë e fituar. Ende pa mbaruar stërvitja për të mësuar me gënjeshtrën e parë, erdhi lajmi i dytë. Ky i vërteti, në kulmin e kërkesave të Berishës që Shqipëria të shpallet narkoshtet, Parlamenti Evropian miraton raportin për Shqipërinë, e i quajtur vend kampion, mes vendeve që kërkojnë antarësim dhe shikon realisht objektivin e antarësimit në 2029. Natyrisht që është një gjë për ata që duan të shpallin Shqipërinë narkoshtet, por edhe këtu vjet në lëvizje mekanizmi i autosugjestionit ose i gënjyerjes së vetes. Pa vrarë shumë mendjen për të vërtetën e raportit dhe mbështetjen më të madhe politike në histori që i është dhënë Shqipërisë nga Komisioni Evropian, Berisha doli dhe tha se ky raport hodhi poshtë zgjedhjet në Shqipëri dhe denoncoi narkoshtetin. Pas Berishës, sipas shkallës së inteligjencës, del me radhë Flamuri, Klevesi, Albana dhe e përsërisin. Dhe kjo i hyn tek përpjekja për tu autosugjestionuar se edhe kur ka lajme pozitive, ato mund t'i shikosh si lajme negative, duke e presupozuar se njerëzit nuk lexojnë dhe kuptojnë, por vetëm dëgjojnë Sali Berishën. E me që Flamuri, Klevesi, Albana e të tjerë bën këtë gjë, mendojnë se këtë gjë bën gjithë populli shqiptar. Kështu që mos u çuditni nga e ndeku mes raportit të jetë pozitiv të Parlamentit Evropian për Shqipërinë dhe deklaratave të Berishës që pretendon se është damkosi për Shqipërinë. Është pjesë e autosugjestionit të tij dhe humbësve të vet. Janë duke u përpjekur të mbushin një herë mendjen vetes që nuk kanë humbur dhe që po fitojnë betejën për ta shpallur Shqipërinë narkoshtet. Me këtë e shtyn 4 vite, derisa të vinë zgjedhjet e tjera përsëri dhe të marrin gjysmën e këtyre votave që kanë. Atëherë fillojnë përsëri të binden se kanë fituar dhe më shumë, pavarësisht humbjes së thellë. Betejë e tyre është të mos ndryshojnë dhe të mos ikin nga PD. Për këtë nuk u nevojiten votat e demokratëve që nuk i kanë, as mbështetja e tyre. U nevojitet të mbushin mendjen vetes që janë fitues dhe që pala tjetër ka humbur thellë. Pastaj pjesa tjetër është histori reale me cilën ata nuk kanë punë. Tani janë në fazën që gënjejnë veten.